Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, në një deklaratë për mediat para kuvendit, është shprehur se mazhoranca ka vendosur të ndërpresë reformën territoriale. Berisha u shpreh se për shkak se Rama dëshiron të vjedhë zgjedhjat, ka vendosur të shkrijë disa bashki. Sipas Berishës, Rama shkoi këtë të njëjtën në kuvend për të ndërprerë debatin dhe për të kaluar direkt në votim projekt ligjet dhe projekt rezolutat. Edi Rama, për shkak të projektit të tij krejtësisht elektoral, ku ndër të cilat bashkon Rogozhinën me Kaval, me shpresë se do mund të ndryshoj përbërjen elektorale, bashkon Prenjasin me Librazhdin, bashkon me Maliajn me Tepelenën, Këlqyren me Përmetin, dhe një seri bashkisht të tjera vjen ndërpret debatin dhe urdhron pa pritmas votimin, pa debat të gjitha akteve antiligjore që janë paraqitur sot. Dëshmi kjo e një narkodiktatori që nuk respekton kushtetut, as institucione dhe as gjë tjetër përveç vullnetit tij të ligë dhe përpjekjeve për të bërë gjithçka në mënyrë që të manipulojë zgjedhjet dhe të ruajë pushtetin. Berisha gjithashtu deklaroi se ndaj protestuesve gjatë tubimit të kësaj të njëjtë është ushtruar presion dhe janë kërcënuar. Ai theksoi se PD dënon me forcën më të madhe qëndrimin e Ramës ndaj protestuesve paqësor. Shtoj se ka disa protestues që kanë qenë eksponent kryesor, të cilët kanë heshtur, nuk duken më. Zërat janë se ndaj tyre janë ushtruar presionet jashtëzakonshme dhe kërcënime të mëdha. Pra, për të gjitha këto denoj me forcën më të madhe qëndrimin e Edi Ramës dhe narkomazhorancës ndaj protestuesve paqësorë. Mëtej, Berisha ritheksoi se Partia Demokratike do të vijojë kundërshtimin e këtyre zhvillimeve, duke i cilësuar ato si cënim të procesit demokratik.